projekti për të dërguar prapë Çukurovicit shqiptarët e Kosovës në Turqi. Folëm edhe për pjesën e fundit pra që ju ndalët, por nuk folëm për aspektin mediatik, pra që kishte shtrirë tentakulat edhe në media. Që shehu gjeti shumë hapësirë si në Tiranë, si në Prishtinë, por edhe me persona të tjerë. Sheholli ka qenë një prej ftyra më mediatike. Të gjitha mediat i kanë dhënë hapësirë, edhe ashtu ka vepruaj tani, a jeni mi mashtru ne, si dim të mashtrohemi, mediat e kanë atë detyrë, fundit mediat s'kanë asnjë përgjegjësi pse e kanë thirrë. Por megjithatë unë mendoj ka faj shteti që e ka marrë strukturat larta dhe ai ka qenë shfrytëzues i madh i parave të publikut. Unë e kam treguar rastin tim kur ne kemi udhëtuar në Itali për një trajnim 2 javor, ai njeri nuk e di, unë nuk e kam di që ka qenë shqiptar. Mund ta jepni edhe një herë për publikun profesor atë udhtim? Ai në Itali, në Rom, kemi qenë në vitin 2004 duket. 2004 në një trajnim, ne të tjerët jemi trajnu në një shkollë policore në Rom. Ai nuk kanë dajt, por ai njeri ka shpenzuar buxhet të Kosovës pa asnjë kontroll. Ne nuk e dinim çka është duke ndodhur, kush është ai. Tek kur jemi kthy pas 2 javësh në aeroplan, unë e kam marrë vesh që ai njeri është njeri, si duket ka qenë përcjellës i grupit, si duket ka qenë spion me ata që kemi qenë një grup i madh i shqiptarëve, i drejtorëve të departamenteve të ndryshme në ministrit e qeverive e qeverisë, kur atëherë sa ministri kanë qenë, si me gjas edhe në atë kohë ai ka ardhur si spion serb për të përcjell trajnimet tona. Spionin me veten avion për çdo veprim që bëhej, takimet, organizimet, biseda. Jo mi bindun me atë qëllim ka ardhur, por ai ka qenë vetëm një rast. Ai vazhdimsi thojnë që ka udhëtuar në atë formë me gjitha grupet që kanë shkuar në për trajnime, ai gjithmonë ka qenë prezent. Shumë kanë treguar miqtë e mi që i kam pas në për ministri, ai s'ka qenë veç hera parë, por ka qenë me 10 herë në përtubime të tilla me mision. Domethënë ka ardhur me mision për të kryer punët e veta në shërbim të bija serbe. Në shërbim të bija serbe, në anën tjetër këta tonë kanë menuar që në shërbim se atëherë s'ka pas. Atëherë s'ka pas AKI, ka pas shërbim informativ të Kosovës, që më shumë ka vepruar në formë ilegale se sa legale, sepse se kanë pranuar ndërkombëtar një shërbim të tillë. Kështu që unë mendoj që plani i Ivo Andrićit, nobelistit serb, Vasa Çubrilovicit për pastrim etnik dhe Dobrica Ćosićit, i cili ka thënë që Amerikën do ta kthejmë nga vetja në momentin kur të arrijmë ta kemi një lider të shqiptarëve që është kundër Amerikës. Dhe gjitha shenjat janë që sidomos me atë që nuk u taku Biogardin nga Albin Kurti, kjo është shenja më e mirë që zoti Kurti veç është kundërshtar edhe nuk ka asnjë raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për asgjë mos të kishim takuar. Do duhet të takonim për shkak të moshës së tij, të thyer. Moshë sa i ka afër 90 vjet. Quhet vjen 12 orë të udhtoj prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bashkë me zonin e tij. Dhe të na lës ta bëjmë një president edhe të krijojmë institucionet. Jo, vërtet, nuk di ku shkojmë matutje edhe deri ku do të shkojmë. Kjo është një kapitullim për dritë të diellit. Profesor, për ta mbyllur lutem edhe diçka, në këto ditë që kanë mbetur në çdo bisedë, në fund pyetja e fundit për ta mbyllur do jetë për atë që presim nga Haga. Po numërohen ditët, kanë nisë numërimi mbrapsht. Unë kam thënë, unë besoj në drejtësinë ndërkombëtare. Nda është krejt normale, prokuroria me pas akuzë, bën akuzë, ngarkon sa të mund. Por megjithatë,
unë vazhdoj të besoj që gjykata ndërkombëtare e Hagës, sidomos pas atyre dëshmive të Wesley Clarkit, Rubinit, Tony Blairit, ato dëshmi që i keshim, unë jam i bindun që Amerikani, që është edhe gjyqtar në Kosovë, në EULEX, Gjermani, gjithashtu edhe në Zvicran, që është në trupën gjykuse, atave që kanë marrë vendimin. Dhe vendimi, unë jam i bindun që do t'jetë lirus. Nuk muj me thënë për të katërshen, por s'paku dë prej tyre do t'jenë lirus, por edhe dë që lirohen do t'jetë dënim. Kush mendoni që do jenë dy që do lirohen edhe dy që do dënohen? Nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim, megjithëse në ndërdijen time e dija fërsisht, por nuk dëshiroj sepse pastaj është konspiracion. Pastaj unë nuk dëshiroj të futem në konspiracion, nuk jam konspiracionist, unë bazohem në atë që e kom përcjell, që kom mujt me përcjell, qysh e një këto tribunalet, se i kom përcjell të kaluarën. Sytë më shumë janë të Thaçi, aja ka zënë dhe hapësirën më të madhe. Thaçi mendoj do t'jetë i lirë. Thaçi mendoj do t'jetë i lirë. Edhe ajo do t'jetë madhështia e krejt asaj, sepse edhe është figura kryesore e krejt këtij procesi. Po jam i bindun që cili do që të dënohet prej këtyre, Thaçi nuk do t'jetë i kënaqur edhe me lirimin e tij. Por që do të mbetet profesor, se biseda mbetet dhe është aty, mendoni që Thaçi do lirohet kurse bashkë me një tjetër, dy tjerë do dënohen? Unë s'paku ashtu në bazë procesit gjyqësor, edhe të atyre dëshmive që i kemi pas të ndërkombëtarëve, edhe të mos ofrimit të dëshmive për dë prej tyre që s'patëm dëshmi nga Amerikanët, unë atë pak frigohem që nëse s'kanë dëshmu Amerikanët për ndonjërin prej tyre, ata dhe mund të jenë si viktima të këtij procesit të direkt financuar nga Serbia, e të ndihmuar për fat keq në kaluarën nga LDK-ja, e zonja Gërvalla, e Kutadion, ku e kemi pa se kjo zonë nuk do të kishte spaku një etik morale del para publikut të Kosovës, kur kë krimineli serb Dačić e akuzon edhe i thet të falenderoj për këtë bashkëpunimin e ndihmën që na i ka dhënë në krijimin e dosjes kundër UÇK-s në Hagë. Kjo po të kishte pak karakter njerëzor, pak moral, pak etik njerëzore, nga ai moment do të ikte në Gjermani atje ku e ka familjen, nuk do të dukej më kurrë në territorin e Republikës Kosovës, sepse ajo zonë ka dërgu dosje nëse jo në Serbi, nëse jo në direkt në Hagë, se dhe i ke kom lënë me një bankë, nëse i keni ndëgju me një sirtar të një banke në Gjermani, por në fakt ajo zonë ka mund t'ja dërgoj dosjen dërcunit i cili po del për çdo ditë edhe po thirret se do të ketë dënim edhe një vjet nëse ka dënim, ata Serbia do të përmbushet, sepse veprën më madhore të shqiptarëve ndonjëherë në histori pas Skënderbejut, nëse e kanë bo, unë kom thonë edhe herave tjera e ka bërë UÇK-ja, përkundër dopsive, sepse ka qenë krejt normale të ketë dopsi. Ka qenë normale sepse një gueril, çfarë ka qenë guerila shqiptare, është akti më i rëndësishëm historik që ka arritur me gjithatë të bëhet bashkëpunëtore në tokë e trupave të NATO-s. Profesor, ju e dini më mirë se unë që shqiptarët rrallë bëhen bashku kur vjen puna tek emri i UÇK-s, aty bashkohen gjithë, ajo është lavdia dhe kreneria jonë. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithë mira.